Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Falëndërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për njerën më të dashur, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati I dashur, sot është dita e xumës, dita më e mirë e javës. Elhamdulillah, falenderojmë Zotin gjithmonë dhe çdo herë pra që na ka mundsuar edhe në këtë ditë xhumaje të vim në xhami e të I bim sejdë atij. E falenderojmë Zotin dhe lutemi që të bën kabul namazën e xhumas. Lutim Allahun e Manushëm që të sëmurët tanë të I shëron, e të vdekurit tanë të I mëshiron. Zoti atyre bë varret një kopsh nga kopshtet e xhennetit. Lutim Zotin xhamat që neve të na mbron nga azabi I varrit, të na mbron nga borxhet, të na mbron nga shoqëria e keqe. E lutim Zotin xhamat që fëmijët e tonë të I ruan nga rrugët e këqija, të I drejton ata dhe të na udhëzon dhe të na përforcon gjithëve neve në këtë fe dhe mbi gjitha xhamat. Lutim Allahun që fjala jonë e fundit e dal prej kësaj bote me u kon duke thonë La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Amin. Këtë xhamat do e nisim me një hadith pejgamberit ton alayhi salam. Nuk e ka falëndëruar Allahun ai I cili nuk I falënderon pra njerëzit. Ky hadith I pejgamberit ton alayhis salam xhamat duhet të jetë një shtitës, një motiv I ne për ne gjithë besimtarët që në rand parë pra të jemi falëndërues ndaj mirësive të cilët pra neve na mban ndonjë njeri. Dy javë të kaluara kemi fol për me qenë falëndërues ndaj mirësive të Allahut. E sot inshallah do të folmi sa jemi na falëndërues dhe mirënjohës ndaj një të mire apo shumë të mirave që ta ban ti apo mund dikush tjetër pra ndonjë njeri. Besoj se ja vlen mi fol në disa fjalë xhamat këtu para juve. A thu unë edhe ti, a jemi mirënjohës ndaj tjetrit, neve që na ban apo që na ofron dikush një shërbim, qof material, një ndihmës morale, pra në forma të ndryshme që dikush neve na ban pra një të mirë. Prandaj ajo fjala, ajo shpreha që ne e përdorim kur themi pra faleminderit. Do thot, tamam që I thu dikujt faleminderit, tregon për edukatën tënde, tregon për vetdijen e lartë që e ke dhe je mirënjohës ndaj një të mire, sa do e vogël mu kon ajo e mira që ta ka bërë dikush, po të njëjtën kohë sa do e madhe mu kon, ti përsëri pra duhesh mu kon falënderues ndaj njerëzve. Allahu I Madhërueshëm I ka kriju njerëzit me një natyrë që është shumë lehtë për me dallu moralin e të mirit dhe moralin e të ligut. Këtë mënyrë pra Zoti I ka kriju njerëzit që mundesh me dallu moralet e mira të njeriu të mirë dhe atij pra I cili është I lig. Sipas moralit të njeriu, njerëzit afrohen apo largohen prej teje. Pra ashtu të rasti që je ti xhamat, ashtu edhe njerëzit kanë me të afru. Po do të ndodh edhe kundërta, kur njerëzit pra mund të largohen prej teje. Nëse shpirti I dikujt është I mirë, është I kuptueshëm xhamat, është I afërt, ka gjuhë të pastër dhe ai pra gjithmonë goja e tij është e ëmbël, me sjellje, me morale, me krejt, ata nuk të afrohen spontanisht, po afrohen nga sjelljet e tua të mira që I ki, dhe njerëzit pra kanë qef mu kon shok me ti, kanë qef mu kon mik me ti, kanë qef mu kon kojshi me ti,
kanë qef me pas miqasi, pra e vladin mja dhona apo dikujt tjetër. Kështu varet krejt prej teje xhamat. Po nëse runa Zot je e kundërta e kësaj, me gjuhë jo të pastër, me sjellje të këqija, njerëzit deshte kanë mu largu prej teje. Kanë mu largu prej teje, dhe kjo ka me ndiku që me met pra i vetëm, jo se njerëz ata të qerët janë të këqij xhamat, mvaret nga sjellja jote, sa pra jeti i afërt me ta, apo nëse ndodh pra e kundërta. Me ardh deri ku puna xhamat, sa që me thonë, e pse filanin e njofa, u pendova me ta, jam pendu se ma mirë mos ta kisha njoft. Bile, edhe me vdekjen e dikujt njerëzit pra do të rahatohen. Prandaj xhamat, duhet i kemi parasysh këto dy parametra. Na jemi faktor, na jemi ata shkaktar që njerëzit mund të afërohen me neve, apo njerëzit mund të largohen prej neve. Do thotë mvaret krejt prej teje në jetën tënde, se ti si sillesh me njerëzit. Njeriu për nga natyra xhamat është pra edhe është i shoqërueshëm dhe ka nevojë për bashkëpunim pra njëri me tjetrin. Edhe ata në mënyra të ndryshme. Ne kur jemi në bashkëpunim me njërin tjetrin, çfarë ndodh xhamat? Ne afrohemi mes vete, kemi respekt dhe jemi mirënjohës ndaj një të mire që ti ta ofron pra dikush. Kur e përmendim këtë fjalë, njeriu është qenie e shoqërueshme, e për ta plotësuar këtë shoqëri xhamat, ne duhet të posedojmë morale të larta. Edhe ne duhet mundohemi pra që dikujt t'i afrojmë një shërbim. E në këtë rast, ne duhet me pas pra moralin e falënderimit. Dikush ti ta ka ofruar një shërbim, ta ka dhënë një fjalë, ta ka bënë një ndihmë, çfarë do të qoftë xhamat. Na si duhet pra ta kthejmi, na duhet ta kthejmi me mirënjohje. Me thonë atij faleminderit, Allahu ti të shpërbleft. Ndoshta dikush ka me thonë kështu, aja ka bënë një të mirë, a pa qetrun e mi a thonë, Allahu ja ka shkruar atij sevap, në rregull pra, atij Zoti ja ka shkruar sevap xhamat. Po ku mbetet ajo fjala jote e mirë, atij mi thonë pra faleminder. Këtu e kemi xhamat. Na kur i themi dikujt faleminderit, jemi mirënjohës ti, lind pra një afërsi mes vete dhe një dashuri dhe një respekt i ndërsjell në shoqërinë tonë. E për me ardhur deri ti ke falënderim, besimtari duhet të jetë në shërbim të njerëzimit. A ki i qef dikush me thonë faleminderit? Po. Atëherë çfarë duhet me bë? Duhet njerëzit me ju bë mirë. Çish na dojna me prit, me më thonë mund dikush faleminderit, a mund se kam ofruar kur një fas shërbimi. Unë si kam ndihmu hiç, as moralisht, as materialisht, edhe me thonë, kush i mua s'po më thot faleminderit. E po si me thonë mua dhe ti faleminderit, kur na nuk kemi në gjendje pra me shërbi pra njerëzve. Prandaj, për me qenë në shërbim të njerëzve, duhet pra besimtari ta mendon se unë tani kam me marr mirënjohje dhe kam me qenë konsiderat në mendim të mirë pra në për tjetrin. Edhe sa jemi mirënjohës xhamat dhe sa jemi falënderues, ka njerëz të cilët dëshpërohen nga e mira e tij që e ban, me një arsyetim se unë i baj filonit mirë, e disa herë i kam bo mirë po a i mu nuk po ma din. Edhe kam vendos mu largu, nuk du me bo mirë. Gabim katastrofal xhamat, nëse shkojmë nga kikan se nuk më tha mu faleminderit hiç, nuk kam mirënjohës ndaj meje edhe mu largu, nuk është në rregull. Besimtari xhamat duhet të afrohet pra, besimtari duhet përzihet me njerëz. Nëse na rrim anësh, edhe po dojmë me bo mirë, po s'ka mundësi me bo mirë xhamat, duhesh me hi mesin e njerëzve. E ati çfarë mundet më kanë? Ati mundet më kanë një fjalë mirë pe dikujt, e qetrit kritikon, e qetrit lëndon me fjalë, qetri ban shpifje. Çfarë me bo? Ndëgjosh çfarë ka thonë pejgamberi jon alayhi salatu selam. Transmetohet nga Ibn Omeri
se pejgamberi i Allahut ka thonë kështu: besimtari që përzihet, do thot është mesin e një shoqërisë, anë mesin e katunit vet, anë mesin e xhamatit, dhe i duron lëndimet e tire, ka më shumë shpërblim se besimtari i cili nuk përzihet me njerëzit dhe nuk duron lëndimet e tire. Filanit kur i thu, e merr këtë përgjithësi, jo, unë s'po kam qef se ku më ditë çka mund me më thonë, ku më ditë çka mund me u bë. Po mirë xhamat, a ki aftësitë tua po, e ki mundësin me shërbi kësaj popullate po, atëherë xhamat dush mu përgatit. Dush mu përgatit se dikush ka me dash shumë, ka mu shtu dashuria dhe më tepër, ama dikush ka me të lëndu. Kjo tani nuk e ka kuptimin, unë po largona se njerëzit nuk janë mirënjohës. Jo xhamat, ka me pas mirënjohës, ama me një fjalë dikujt apo qetrit e qetrit nuk ja vlen na mu largu nga shërbimi që duhet me ja bon pra njerëzve. Ka një send që duhet ta përmend xhamat. Nëse besimtar e ndëgjojmë kanë në një fjalë, ban mirë e gjej keq. Allah, kitë mushët menja se ku me ditë sa mirë ka bo, e shti pas ka gjetë keq. Ne këtyre ju themi kështu: në rënd parë, duhet të largoj nga mendja e ti këtë fjali. E dyta, duhet të largoj këtë fjali xhamat nga familja e ti. Duhet të largoj nga familja e ti, nga fëmijët, nga shoku, nga miku krit. Mos me ndëgju këtë fjali. Ne i themi ati, i themi vetës dhe se cili xhamat: ban mirë sepse kemi gjetë ti mirë. Allahu ka me shpërbli ty për atë mirën që e ke bon. E nëse njerëzit të harrojnë atë mirën tënde, Allahu ti nuk ka me të harru dhe ti ki me gjetë nesër para Zotit. U kri kjo punë xhamat. S'ka ma në tonë me filozofu edhe mu dëshpëru. Interesant, ka njerëz dëshpërohen nga të mirët që i ban ai. Me arsjetimin që e jap se une u mundova me bo mirë po njerëzit mu nuk po ma din, edhe erë me një konkluse, une bajsha mirë edhe po gjenj keq. Jo xhamat, gabim që nuk falet, ne duhet ta mendojnë pra, ne bojmë mirë edhe nëse njerëzit nuk janë falënderues. Mirë po në përgjithësi, ne duhet me shkojmë nga i mendimi pozitiv se ne kemi njerëz të mirë dhe janë mirënjohës ndaj të mirave që ja ban pra ti si njeri. Atëherë xhamat, linë pyetja edhe për mu, edhe për ti dhe për secilin. A i themi dikujt faleminderit nga zemra për një shërbim neve që na e ban dikush? Sigurisht se po. Unë po shkoj në përgjithësi pra me qenë falënderues pra ndaj një të mire që dikush ta ban ti. E dhuruesi i begative është Allahu për robët e tij. Zoti shumë të mira kur na jap xhamat, na jap neve në mënyrë të drejtë për drejtë. Për shembull, neve të pamurit, të dëgjuarit, të folirit, Zoti na i ka dhënë drejt për drejt. Jo në mënyrë indirekte, mi ja dhënë filanit atë mirë, e pastaj njeri me të dhënë ti të pamurit. Kjo është një nga begatit e Allahut që ai vendos pra dhe na e kemi të pamurit, të folirit, edhe shumë gjana të mira që nuk ka nevojë pra për ndërmjetësim. Por edhe një send xhamat. Ati që ban mirë, na duhet i themi kështu: përderisa dikujt je duke i bën mirë, mos harro se këtë begati ti ta ka dhënë Zoti dhe ta ka mundësu me i bën pra mirë qetrit. Prandaj më shkon nga mendjemallësia, vetpëlqimi se unë jam duke i bën mirë filanit. Kështu thuj, elhamdulillah që Zoti mu ma ka mundësu me i bën pra njerëzve mirë. Që kjo është shumë me rëndësi. Po neve po na intereson xhamat, ajo hana tjetër sa na jemi mirënjohës pra ndaj njerëzve, që kjo neve po na intereson. Linë pyetja kështu: a mjafton vetëm falënderimi për Zotin? Ndaj Zotit po sigurisht falënderon. Mirë po, pse atar na po e përmendim edhe pjesën tjetër? Përderisa filanit, Allahu ja ka mundësu, atë begati ja ka dhënë me të bon ti mirë. Atëherë pse na njerin me falënderu? Ka një përgjigje shumë interesante xhamat, se në këtë mënyrë ne vlerësojmë mundin,
lodhjen që ta ka bo për ati dikush, edhe ta ka nda ko për ti. E dita, na tregojmë të respekt të ndërsjell dhe jemi pra njerëz që jemi e vlerësojmë dhe kemi dashuri ndaj tjetrit. Kjo është pojenta xhamot, pse na i themi dikujt të faleminderit apo Allahu ti ta shpërbleft. Hapi i parë drejt falënderimit e dini nga ku fillon xhamot. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë kështu: "Wa ani shkur li wa li walidej." Allahu në Kur'an ka thonë: "Më falënderoni mua dhe prindërit e tuaj." Falëndero pra babën dhe nonën. Qëtu nis për hapi i parë, falënderit o Zot, presje. Pastaj kujt falënderit? Babës dhe nonës. Pse xhamot dihet pra me kujdesin, me edukatën, me gjitha ato çfarë kanë dhënë ata për neve, dhe na duhet jemi pra falënderues ndaj babës dhe ndaj nanës. Hadithin që e përmendëm fillim se ku thot pejgamberi jon alayhis salam, kush nuk i falënderon njerëzit, nuk e ka falënderuar Allahun, i kemi disa ende xhamot. Kemi mohimin edhe kemi pohimin. Mohimi do thot ashtë kështu: ai i cili nuk është në gjendje me falënderu pra prindin e vet, nuk është në gjendje me falënderu mësuesin e vet, kojshin e vet, nuk është me falënderu, nuk është në gjendje me falënderu për shembull mësuesin e vet, atë që ti, ai i cili të ka mësu ti, ai i cili ti ta ka dhënë këtë atë mund me vite, për shembull 4 vite, shkollë fillore apo 9 në shkollë mesme këtë, nuk je në gjendje me falënderu njeriun, pason që ki njeri nuk ka mundësi me falënderu për Allah. Nuk i në gjendje me falënderu për shembull kujshin e mirë që i ki, e me thonë pra elhamdulillah, të falënderit o Zot që ma ki mundësu pra me pas një kujshit mirë. Cila është pohimi xhamot? Ai i cili falënderon Allahun, është në gjendje me falënderu edhe njeriun. Ai i cili e falënderon Allahun, është në gjendje me falënderu edhe Allahun. Ki mesazh i Muhamedit alayhis salam xhamot, po them kështu, është një provokues për mendjen tonë, për ndërgjegjen tonë. Pse e ka lidh Allahu falënderimin e njeriut me falënderimin ndaj Allahut? Sepse ai njeri i cili nuk është i edukuar, ai njeri i cili thjesht nuk mundet me shpreh falënderimin ndaj një të mirë që ta ka bën një njeri, e sot mirë Allahu neve na ka dhënë, ki njeri të tregonën pra për edukatën jo të mirë që e ka. Prandaj nëse besimtar xhamot, duhet të kemi parasysh pra të jemi mirënjohës ndaj mirësive edhe Zotit, po të njëjtën kohë edhe njeriu që mundet me na bën. Ka një mendim tjetër që përmendin dietarët, kanë thonë kështu: do shta pak në dokët neve shumë ekstrem, por realiteti është i tillë. Allahu nuk e falënderon, Allahu nuk e pranon falënderimin nëse njeriu pra nuk është në gjendje me falënderu pra njeriu. Zoti nuk ta pranon falënderimin ti që e ban ndaj Zotit, nëse nuk je në gjendje me falënderu pra njeriu i cili mundet me ta pasbon një të mirë e cila është shumë e kufizume në krahasim me ato gjitha ato mirësi që Zoti ti ka dhënë. Atëherë pejgamberi jon alayhis salam xhamot ka qenë gjithmonë falënderues edhe ndaj idhujtarëve. Jo vetëm ndaj besimtarëve, po ka qenë falënderues edhe ndaj idhujtarëve. E dim atë rastin kur pejgamberi i Allahut ka dalë nga Mekka njëherë për me shku në Taif, sepse fjala e tij, thirrja e tij nuk pranohej në atë kohë në Mekë, dhe ai mendoi për me shku në Taif. Dhe ndodhi çfarë ka ndodhur, nuk është tema këtu xhamot. Dhe ai kur vendosi për mu kthi në Mekë, paria kurejshite e kanë bloku mos me mujt me hi në Mekë, në qytetin e vet, në qytetin e lindjes. Dhe ati kalon një udhujtar dhe e merr përsipër për me shti në Mekë pejgamberin ton alayhis salam. Dhe koha kalon xhamot dhe ki udhujtar vdes. Pejgamberi jon alayhis salam
ban hijretin nga Mekka në Medinë. Ban hijretin nga Mekka në Medinë dhe nisin dhe rrjedhin gjana shumë interesante në atë kohë. Fillon pra lufta e Bedrit, betejë e Bedrit, dhe muslimanët xhamat në atë kohë i zojnë robër 70 veta nga idhujtarët. E që thash vijen në konsiderat një moral i lartë i pejgamberit tonë a.s. që ka pas shumë morale tjera të mira. A dini çfarë ka thonë pejgamberi unë a.s. pas sa viteve ka thonë kështu: po t'ishte gjallë, ka pas për qëllim pra për atë idhujtarin që ka ndihmu për me hi në Mekë, ka thonë unë për hatër të ati kisha me i liru këta 70 robër që i kimi zonë na. Aja mi qarë gjëmot, kështu ka thonë pejgamberi unë a.s. po t'ishte gjallë aji, ka pas për qëllim për atë idhujtarin mushrikin e kohës asaj kohë në Mekë, thotë unë për hatër të asajt mire që më ka bo, unë kisha me i falë këto 70 robër që i kimi zonë ne. Kështu pra xhamot, pejgamberi Allahut nuk ishte falënderues vetëm ndaj njerëzve, ndaj besimtarëve në faktik, por ishte falënderues edhe ndaj atyre të cilët kanë qenë pra idhujtar. Atëherë xhamot, si besimtari është mirënjohës ndaj një të mire që ti ta ban pra dikush. E para, me i përmend ata për të mirë. Përmendi xhamot, filoni ta ka bo një të mirë, mjafton vetëm një fjalë me ta pasnon, ata përmende edhe fare mos vije marrë as mos uskoç, ish absolut. Përmende të mirën që ti ta ka bo pra dikush. Me përmendjen e asaj të mire xhamot, a dini çfarë bën ti? Tregon për respektin, tregon për dashurinë që e ki ndaj atij. Me përmend për të mirë, ku fillojmë pra, fillojmë me prindërit tanë, me babën dhe me nonën, duke bën dua për ata, po dhe duke u lutë që Zoti të mëshiron ata edhe pasi të vdesin. Po kjo vlen pra edhe për njerëzit përgjithësi, edhe ti ta ban dikush një të mirë, edhe ti atë muhabet asaj të mire që ta ka bo, e përmend me një mexhlis, e përmend dikon pra me një vend ku shkon, në kafe ku je, dhe ti tregon se mu ma ka bo filani një të mirë. Kjo është shumë normale xhamot. A dini çfarë bën ti e promovon atë mirë që ti ta ka bo dikush. Kjo është shumë në rregull me promovu një vepër të mirë në mesin e njerëzve, se vërtet akoma kemi njerëz të mirë të cilët bojnë mirë. Qetra, me këthi të mirën në formën hala më të mirë që ai ta ka bon ti. Do ta shpjegojmë edhe këta në xhamot. Me këthi pra një të mirë, me një mënyrë hala më të mirë që ai ti ta ka bon. Për shembull, nëse filani kur je kon ti në zor shumë, edhe ai tu ka gjin ti afër, edhe për shembull ti ka dhon ti 50 euro. Dhe ti kur duhesh mi ja kthi ato 50 euro, jo mi ja kthi për shembull 60, se tani kjo nëse janë 60 me kush zim, kjo i bie mo kamat. Ama çfarë bën ti? Ja kthen atë borxhin në 50 euro, edhe thua kur jam kon mas zorti ti mu më ki gjetë. Edhe shka bën xhamot? Ati jep një kafe. Thjesht, ati mundesh mi ia dhon për shembull një kimik, mundesh mi ia dhon një çokoladë, kështu po shprehem. Pse? Ti mundohesh mi ja kthi në formën më të mirë, atë mirë që ta ka bo ai. Kjo tani nuk është obligative xhamot. Kjo është pra edukative që ti dikujt pra ja ban. Pra të mirën me kthi në formën hala më të mirë. Pika tjetër që është mirë me përmend këtu para juve, mos më u radhit me ata njerëz të cilët ti të shtin pra me mendu dhe me fol keq ndaj asaj të mire që ti ta ka bon ai tjetri. Mos më radhit pra me të keqin, me fjalë qira, me thonë jo, unë nuk foli keq për filanin, unë nuk radhitëm me ti sepse kemu ka gjetë kur jam konë unë mas zorti, ose me fjalë, ose pra me mendimes materiale që mundët ti me të dhonë dikush. Ka një pikë tjetër, gjithashtu që është mirë me përmend, që neve në kam su pejgamberi a.s. xhamot. Nëse neve dikush, ne a ban një të mirë, dhe ti tani nuk ki mundësi si mi a kthi atë mirën, a dini çfarë në ka thonë pejgamberi a.s. si në kam su?
ka thonë nëse dikush të ban një të mirë, shumë të mira pra, është nga edukata, ati mi thonë Allahu të shpërbleft. Këtë fjalë xhamat, duhet ta mësojmë te fëmijët tonë, duhet ta mësojmë te në vetën tonë, kështu, me mikun, me shokun, me krejt, me dipra, Allahu ta shpërbleft, Allahu ta shpërbleft. Kjo fjalë është që tamam je mirënjohës dhe tani mendon në ti se ti Zoti ka me ta shpërblia të mirë. Lind dashuria, lind respekti, dhe kur i thu ti tjetrit Allahu ta shpërbleft, ata e motivon pra me vazhdu e hala më mirë, sepse unë tani shpërblimin e gjej tek Zoti dhe qetri është mirënjohës ndaj asaj të mire. Për fund xhamat, dhe përmendim një rast në kohën e Ahmed ibn Hanbelit. Ky ka qenë për një dietar i madh, jo vetëm e kaq, por është një themelues i një nga 4 shkollat juridike që i kemi na pra. Medhhebi Hanbeli që dihet pra, për shembull, pastaj medhhebi Hanefi që jemi na këto, medhhebi Shafi edhe medhhebi Maliki. Ki ka qenë një dietar i madh dhe në atë kohë ki nuk ka shpajtuar me një çështje fetare, me udhëhecin asaj kohe. Dhe ata e kanë në Burgos, dhe e kanë maltretuar shumë. Dhe pas një kohë xhamat, këtë themelues të kësaj shkolle juridike e kanë liru dhe ky normali kthehet në shtëpi dhjetës, familjes, veprimtarisë që e ka bë me vite dhe me vite. Tregon gjali i tij, Abdullah ka pas emrin. Ka thonë kështu. Thot, unë për çdo natë e kam dëgju babën tim, pas i falte namazin, u lutte për secilin që i ka bën pra mirë. I përmente me emra, i përmente mësuesit e vet, hoxhallarët e vet, u lutte për kushin e mirë në format ndryshme, i ka ardhur në hatër secilin njeri që i ka bën mirë atij, i ka përmend me emër. Mirë po, tregon gjali i tij, thot, e dëgjoja një emër që kur nuk i kisha njeh më herët. Dhe një ditë i ka thonë Ahmed ibn Hanbelit, ka thonë kështu. Thot të babë, thot shumicën e emrave unë po i di që po i përmend ti. Thot një emër nuk po e njoh, kush është ai njeri? Thot kur kam qenë në burg dhe kur ata më maltretonin, më rrahnin shumë, thot roja e ati burgi merri nga dhe më tha kështu. Tha o ti dietar i lartë, e i madh. Thot duro për këtë maltretim që të ti janë të ta bo ti. Thot unë kam bo durim me gjithat maltretim që më kam bo, a me jam konë në rrugën e keqe. Edhe kam bo unë e sabër, ndërsa ti e në rrugën e drejt, edhe banë sabër, sepse Zoti ti ka me ta shpërbliket. Ka thonë Ahmed ibn Hanbeli, i ka tregu gjallit vetë, thot, kur ma tha mu këtë fjallë, para me do një fjallë ka thonë, banë durim, se ti je me drejtën, Zoti ti ka me shpërbli. Unë i kam bon tanat këshijet, në kanë re edhe kam bon durim. Thot, pas kësa i fjallë, thot, unë e kam duru atë maltretimin që ma kanë bo dhe kam pas letësina në shpirtin tim kër e kam kujtu atë fjallë. Thot, kja shkaku pse unë për lutëm për Ibn Haythamin për atë fjallë mund që ma kanë thonë kër jam kanë në zortin mas madhë. Esha gjemot, një fjallë që mund është ti dikujt me a thonë, sa falëndëruës mundët më kanë pra njerju edhe a i ka me bon pra doa për ti. Për fund gjemot, me që bëhet fjallë për këtë hadith për nga meri tonë a.s. se kush nuk falemderon njerëzit, nuk mundët me falemderu Allahun, mbjelle këtë edukat shpirtin tëndë. Dhe thuj dhe ban doa, dhe thuj drejt për drejt falemderit, Allahu të shpërblet. Pastaj, një të mirë që ta ka bo, mundoh me a këthi në formën hala më të mirë. Ban doa edhe këthaja në formën hala më të mirë, me fjallë qera, të jesh mirënjohës ndaj të mirave që njerëzit ty ta bojnë. Kja është shumë me rëndësi, ti si besimtar pra, me qenë mirënjohës ndaj njerëzit të qitë të ti të bojnë të mira. Po, në këtë rast, edhe ju thamë kështu xhamat kështu, jam mirënjohës ndaj respektit, ndaj shumë të mirave që ju mi jepni me vite ndaj meje. Ju thamë për nga zemra, faleminderit shumë, Allahu ju shpërbleft. Kja është pra nga edukata që duhet ta kemi në pra ndaj njëri tjetrit. E takon pra mësuesin tanë xhamat. Dhe ati i thu faleminderit o mësuesi jam. Jap ja një nder o burra, jap ja një kafe,
E japja një kimik, japja një falënderim dhe bën do për ta pas çdo namazi o burra. Kjo është një shenjë mirë. Kur je kon ti shumë në zor, dikush të ka gjetë ti materialisht. Dhe ti bën do për ta, o Zot, ruaj evladët. O Zot, japi pasuri. O Zot, japi shnet. Këtë që to ti i ban, sepse ti i mirënjohës ndaj një të mire që ti ta ka bon pra dikush kur i kanë mas shumë ti në zor. Lusim Allahun xhamat që t'jemi falënderues mesin me zvete këtu, ta shtojmë dashurin, ta shtojmë respektin dhe këtë mënyrë pra të bindim vetën dhe të tjerët se ka njerëz të mirë pra në shoqërinë tonë. Përderisa ka njerëz të mirë në shoqërinë tonë, ato të mira pra duhet na ti promovojmë dhe në këtë mënyrë mbjellim dashurinë dhe mbjellim vullnetin e mirë për me bë mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.